Prandaj, Sofian, të ftojt mos bësh si taulanti. Mos bësh ashtë si shoku Bido këtu. Sofian, lejo të drejtojmë në emër se kemi paka shumë ditë në mosh, pak vite më i madh se ty. Kjo që po ndodh në Zvërnec të gjithë e dim se nuk është përgjegjësia jote. Nuk je ti që vendos për këtë maskarallëk, është sultani. Po ti ke zgjedhur ti vësh fytyrën. Ti ke zgjedhur ti shërbesh sultanit, prandaj po merrem me ty. Dhe unë e kuptoj që e bëm për karrierë, që 35 vjeç e bërë ministër, habitet gjithë dunjaja, po të ftoj të kuptosh momentin në cilin ndodhemi. Sepse është një moment historik për Shqipërinë. Ka dalë gjithë rinjia në shesh dhe do të përmbys sistemin. Dhe nuk të bën nder ty që t'i vësh ti fytyrën këtij momenti. Po t'isha në vendin tënd, unë do jepja dorëheqje. Jo vetëm si ministër, po gjithë deputetë e mazhorancës do duhet të jepni dorëheqjen përpara atij plagu të lajthitur që po bërtet. S'do bëja si fëmijë që quravitet për shembull, siç bën taulanti, që nuk po kërkon motër tashmë, po kërkon të jetë i rëndësishëm, kërkon të peshoj disi diku për diçka. Një ditë takohet se këndi i kamerës së Reutersit nuk është ai duri. Është mësuar të tallet me foltoret, prandaj, kurse tani në shesh ka qindra mira protestues. Ditën tjetër i kthen përgjigje Bernie Sandersit. Sa kohë më parë i niste video Angela Merkelit. Do me thënë, unë kam një mik në Facebook që tallet bën sikur u nis mesazhe në inbox Jared Kushnerit për t'u tallur. Ndërkohë që taulanti ndoshta sheh ëndra me sy hapur, se është i rëndësishëm dhe është ulur në tavolinë me gjithë liderët botror dhe u jep mend. Ose ndoshta e ka për konsum të brendshëm, për të habitur ata pensionistë shkret që ende i kanë ngelur besnik ish Partisë Punës. Nuk di ta them. Prandaj, Sofian, të ftojt mos bësh si taulanti. Mos bësh ashtë si shoku Bido këtu, që në 100.000 protestues në shesh ka zbuluar 2 vetë që ka në shërbim të Fredi Belerit. Mos u bë si këta, Sofian, se nuk ja vlen. Faleminderit.